dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Studio jonë në këtë moment është ndruar në një takim mes artistësh. Në fakt janë artistë që kanë fokusuar interesin e tyre në një masterclass, në një shkollë verore të organizuar nga Art House School. Është përmendur ky institucion i artit, do thoja këtu në Shkodër, jo vetëm për veprimtaritë që her pas here kanë kulmuar, siç është ekrani i artit apo edhe të tjera pasaj, por edhe në interesin e veçantë apo në cilësinë e tërheqjen e artistëve në ecurinë e tyre artistike. Objekti i bisedës son është pjesëmarrja në këtë kurs veror, në këtë shkollë verore, në këtë masterclass të artistëve pjesëmarrës që si vjet është fokusuar tek fotografia. Në fakt është i treti vit që Art House School hap dyert për artistët, por fotografia si një element artistik i veçantë ka tërhequr vëmendjen dhe interesin e mjaft pjesëmarrësve. Janë përzgjedhur disa prej tyre. Unë sot në studio jam së bashku me profesor Zef Pacin. Mirëmëngjes profesor, mirë se keni ardhur. Dhe artistin e artit konceptual Lek Gjeloshi, mik i studios son. Mirë se erdhët Lek. Ashtu siç u thaç edhe më herët, në studio janë pjesëmarrësit e kësaj shkolle verore. Ju falenderoj që erdhët sot në studio. Madje më pëlqen se siç duket keni krijuar edhe një bashkëpunim, një ndërveprim me njëri tjetrin, një komunikim që vetëm një masterclass i tillë mund ta sigurojë. Apo jo? Edhe një herë faleminderit, mirëdita, gjithëve faleminderit edhe të pjesëmarrësve që erdhën sot, se në fakt ne I fillojmë takimet Art House Schoolit pak më vonë, por sot jeni zgjuar më herët për të ardhur tek Mirëmëngjes Shkodër. Kena mrit në javën e 4 në fakt Art House Schoolit, që është kjo eksperiencë 4 javore, që nis me termin e një shkolle, por mundet më u konceptuar si njësoj rezidencet, sepse 4 javë janë me të vërtetë është një kohë e konsiderueshme bashkëjetimit e kërkimit. Kena mrit në edicionin e 3 patjetër, si mjet për herë të parë kena pas edhe një fokus të orientuar specifikisht në fushën e fotografisë, që të thotë ftumt këtu janë të gjithë fotograf. Arsyeja pse u bëm bashkë ishte nëpërmjet një open callit, që si mjet për herë të parë gjithashtu vendosëm ta hapim mundësinë të surprizohna, si të thush edhe ne vetë që organizojmë nga prurja, nga individualitetet ndryshme që si mjet u bën pjesë. Gjithashtu fokusi mi fotografi nuk është I rastishëm, sepse si mjet Art House Schooli përveç se do të kulmojnë në një ekspozit, por shef edhe një bashkëpunim shumë të rëndësishëm me Muzeun Marubi, Muzeu Kombëtar I Fotografisë, menduam që duke kriju këto rrethana bashkëpunimit, ndoshta edhe fotografia gjetë një kontekst koherent, si të thush, edhe me atë që përfaqëson edhe përmban, si të thush, muzeu nëpërmjet arkivës tij, nevoja për ta çliru gjithashtu fotografin e imazhin nëpërmjet një çështje, si të thush, më bashkohore, përmjet një teorizimi dhe problematizimit vazhdueshëm që ne po munduhemi të 3 javë me ba. Art House Schooli është gjithashtu një moment takimit me kritik artit e kurator që kanë kontribute ndërkombëtare. Kemi fillu me Kerali Qericin edhe Alessandro Lajta, që ishin edhe artistët e parë në rezidencë të Art House-it si mjet. Pastaj ishte drejtoresha Villa Romana Angelika Stepken, një kuratore tjetër. Dje përcollëm edhe pardje Pierluigi Taci, një tjetër personazh shumë të rëndësishëm I kritikës së artit. Unë mendoj do të ndalemi më gjërësisht në këtë përkthitje të këtyre artistëve të spikatur, por përpara së gjithash duke shpjeguar edhe një herë për dëgjuesit që na ndjekin mbi pozicionin e Art House School dhe veprimtaritë e saj që gjithmonë kanë kulmuar me shumë
cilësi, do thosha, me shumë specifika, madje kanë tërhequr jo vetëm vëmendjen, por kanë tërhequr vëmendjen e mendimit elitar në art dhe në veprimtarinë artistike. Profesor Zefi, ndoshta do të ishte momenti të shpjegonim edhe një herë më gjërësisht pozicionin e këtij institucioni shumë special të artit. Art House School është si thush një kristalizim i lëvizjeve kërkimit për orientim që pati Art House, sepse ka fillu me një ekspozit, ka fillu me disa konferenca, ka fillu edhe ka kërku të shoh, si thush, një nevoj të kontekstit këtu, edhe kështu që siç keni pas Adrianin e Leken për ekranin e artit, pra ekrani i artit është një prej eventeve që është kristalizu për Art House-it, e nga ana tjetër është edhe Art House School, e cila kërkon me ftu edhe me të bëj përpjekje për të lançu e promovu artistat e rinj, po ndërkohë brenda këtij 4 javori janë të përfshira një farë mënyrë edhe konferencat, sepse këto të ftu që thot Leka vinë, edhe ky promovimi i tyre bëhet nëpërmjet edhe ecje nëpërmjet shkëmbimeve që kanë me njëri tjetrin, por natyrisht edhe nëpërmjet prezantimit të punës tyre me kuratorë të ftuar, pra vjen njohurime me atë çka këto të rinj japin në fushën e fotografisë. Në këtë drejtim, ky Art House School ishte një prej shtyllave, si thosh, të aktiviteteve të rëndësishme që bën Art House-i. Struktura është e tillë ku Leka e unë këtë vit jemi mentorët, por nuk ka një qasje hierarkike. Si thosh, ne jemi një lloj si pra ka një interaktivitet gjatë gjithë kësaj periudhe. Kjo është organizuar, gjithë secili prej nesh ka një ditë në dispozicion, që e organizon sipas mendimit që ka, në një mënyrë që të prezantoj aktivitetin e vet, punën e tij, po ndërkohë të ndaj me pjesëmarrësit e tjerë preferencat, referencat që ka, propozon edhe është i lirë të propozojë një vend për të shku, një vizitë, një kontekst caktuar, një lexim, një video. Me sa shoh pas keni pasur eksperjenca të ndryshme në këndvështrime të ndryshme të këtyre pjesëmarrësve, qoftë në propozimet që ata kanë bërë për të realizuar këndin e tyre artistik, qoftë në komunikimin dhe në transmetimin e mjaft mendimeve, mjeteve shprehse që ata kanë. Po, patjetër, kjo përvojë, kjo mënyrë jep këtë mundësi, natyrisht është një moment kryesor në fillimin e njohjes, sepse ne, siç tha Leka, është bë open call, ne kemi pa portofoljet që kanë sjellë dhe pastaj na është dashur me bë një përzgjedhje. Ju i zgjodhët në bazë të CV-s, të aktivitetit, të veprimtarisë, të interesave që ata kanë? Po, ato kanë sjellë një portofolio ku kanë punë, gjithashtu kanë sjellë një letër motivimi, që pse mendojnë se duhet vinë, dhe natyrisht CV-ja të gjitha bashkë. Në fakt ka qenë një përzgjedhje sepse kërkesat kanë qenë më të shumta. Kanë qenë 23 aplikime. Çfarë u vure, profesor, gjatë këtij komunikimi, gjatë këtij interveprimi mes artistësh në shpërndarjen e eksperiencave, në këndvështrimet artistike të tyre, apo në mjetet shprehse që ata përzgjedhin? Po, siç e shihni, janë artistë e fotografë që vinë nga përvojat ndryshme, janë edhe fasha moshe të ndryshme.
Në këtë drejtim kanë një qasje që propozojnë edhe janë të pozicionuar në situata jo të një llojta, dikush ka investu shumë në fushën e fotografisë, dikush tjetër është akoma në një fazë pak më eksperimentale. Edhe gjithë këto shkëmbime besoj se pa pretendu një rezultat si thosh të shpejtë e imediat, por këto shkëmbime janë një mënyrë për të çu përpara një diskutim për të sqaruar. Profesor, ju si mentor të këtij master klasi, keni ndërhyrë me vërejtje, me sugjerime, ju është dashur që të ndërhyni vazhdimisht? Vërejtje jo. Sugjerime po. Po, ndoshta sugjerime po. E vlerësoni këtë grup në ecuri profesionale? Po, mu më duket një grup shumë i mirë dhe shumë interesant për pasurinë e prurjeve që kanë, edhe për qëndrimin që majnë, pikat e veta të referimit. Argumentimin e asaj që ata shprehin nëpërmjet artit. A mund t'i bëjmë një prezantim shpejt që të bëj. Erdiola Mustafaj, Orestja Kapidani nga Italia po nga Elbasani. Orestja vjen nga Gjermania po nga Shkodra. Abi Shehu nga Lezhë po vjen nga Berlini. Elton Guava nga Italia por nga Vlora. Marlin Dedaj nga Italia por nga Shkodra. Bip Frokaj nga Lezhë, edhe Riola Zhuka nga Durrësi nga Italia, kështu që si mas pra është një gjeografi e pasur, edhe ndërkohë që Art House School ka shpërndar eksperiencën dhe ka mbledhur eksperiencat nga një fushë gjerë gjeografike dhe artistike. Patjetër, në fakt Art House School-i fillimisht lind si një platformë ku tentativa është të gjenerojnë mundësinë e takimit skenës të re të artit në Shqipëni. Do thonë të krijojnë një moment takimit ku të bëhet i mujtur në ky moment. Në vitin e parë gjithashtu, megjithëse ka kanë me ftesa sepse ishte iniciativa e parë dhe normalisht u kërkohej me pas një soi sigurie për sa i përket numrit pjesëmarrësve të tjerë. Edhe vitin e dytë, vitin e tretë, si mjet është edhe më e bukur për faktin sepse ka pas edhe një qasje, si të thush. Ndërkohë që 2 vitet e para mjetet shprehse kanë qenë të një fushë tjetër. Jo, vitin e parë tema ka qenë what and how, që çfarë dhe si, që do thotë një reflektim mbi procesin çfarë kërkon e si realisht, do thonë sa përputhet rezultati me formën. Vitin e dytë ka qenë who cares about art, që kishte një konotacion dyfisht. Who cares në kuptimin kush kujdeset ose kujt nuk intereson hiç, do të thonë who cares është kush intereson. E kishte do të thonë, po gjithmonë marrëdhënie me artin, kurse si mjet është beyond the image, për te imazhit, edhe interesant është sepse janë të ftuar pikërisht ato që e prodhojnë imazhin direkt. Në fakt, kur bëhet fjalë për imazhin, është një hapësirë shumë e madhe që përmbledh fotografinë, video. Patjetër. Si vjet është e fokusuar vetëm tek fotografia apo tek imazhin përgjithësi? Unë them që patjetër fotografia është njëri prej kanaleve më të rëndësishëm ku ne mund të reflektojmë për imazhin, por nuk kena një qasje shumë ortodokse në kuptimin të ndarmë, mund të vinë kontribute edhe nga videoja, patjetër, mjafton gjithmonë kualitetit bin mi reflektimin që kena për imazhin, mi urgjencën që sjell imazhi edhe mi territoret që i prek imazhi edhe kontaminon. Kjo është është shumë bukur që mikrofonin t'ua lëm vetë pjesëmarrësve, sepse ndjesitë e tyre artistike janë tepër sa personale, aq edhe komunikuese me shikuesin, me spektatorin. Orestja Kapidani është shkodrania jonë që nuk jeton në Shkodër, është një artiste e cila
me mjemrin e saj na sjell në vëmendje babain e saj, kompozitorin John Capidani, po ashtu edhe vëllain Markelianin, të cilin i kishim para një jave këtu. Ndërkohë që arti i Oresias është imazhi, fotografia. Një herë është për shembull një moment shumë interesant që unë ngjillem këtu, është janë këta surprizat e Shkodrës, surprizat e Lex, e Art House-it, Po. edhe që gjidhem këtu dhe mas vllajt, një avë Po, mas mund vllajt. të afrohesh pak pranë mikrofonit. Okej. Edhe kjo është një moment që më ka intrigu edhe për të marrë pjesë këtë vit, edhe vazhdon të më japin shumë kënaqësi ky shkëmbimi që është i vazhdueshëm mes nesh, edhe rikthimi në Shkodër që unë e kam mas shumë vitesh për një kohë kaq gjatë, se unë gjithmonë vi në Shkodër çdo vit pothuajse edhe rri pak ditë edhe Më afër tavolinës së transmetimit Oresia, në mënyrë që të kemi edhe imazhin më të plotë të ndin. Okej. Po. Edhe pra unë rikthehem çdo vit, po këtë vit është një rikthim i gjithanshëm, sepse jam emocionalisht shumë më apërshime, jam fizikisht këtu tesh gati një muj, edhe kjo është për mu një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse është kjo pjesa personale që ma ne edhe ndjek krijimtarinë teme, që Ju të e rikthehem. lëvroni artin e fotografisë. Çfarë vëreni pikrisht në këtë masterclass që ju po realizoni këtu në Shkodër? Sa ju shërben asaj punës së përditshme dhe këndvështrimit artistik që ju aplikoni? I shërben në shumë dimensione, në radhë parë duke qenë se jemi një grup që po vazhdon disa ditë për një kohë relativisht gjatë të punumit bashk, krijohen shkëmbime, pra si që thash më përpara, që janë shumë interesante, sepse ne në përgjithësi punojmë me mërmendje se cili prej nesh punon individualisht, Të ndarë, të ndarë. Normalisht që këtë pjesë vazhdojmë ta kena edhe këto ditë këtu, por edhe faktit e qenurit bashkë, të jetumit bashkë, i jep një dimension tjetër. Edhe një reflektim që do të vinë me siguri edhe ma vonë, sepse ne normalisht është i po përpunojmë shumë informacione gjatë këtyre shkëmbimeve, qoftë edhe të ftumëve që janë jashtëzakonisht që sjellin tek ne një prurje tjetër, edhe Fotografia për ju një moment apo një proces? për mua është një proces faktikisht, sepse unë kam fotografinë e shoh shumë, është një është mi bazën e përjetimeve personale dhe gjithçka, çdo foto që unë bëj është një proces në radhë parë me vetveten, është edhe i njohjes me vetveten, mandej procesi i qasjes me mediumin deri tek realizimi sa janë disa etapa faktikisht, sepse fotografia deri në momentin që ajo prezantohet në një formë, ajo ka ndryshuar gjatë këtij rrugtimi. Edhe momenti kur ai fotoja prezantohet është prap një moment tjetër, edhe unë kështu e përjetoj, dhe fotografitë e mia kanë, edhe pse kam jetuar në Gjermani, kanë pas gjithmonë rikthimin tek rrajt e mia, dhe unë jam rikthy sa nëpër zonat e malsive të Shqipërisë ose edhe të Shkodrës, në oborret shkodrane për shembull, pra është gjithmonë ajo kërkimi i vetvetes edhe I rrënjve. Në fakt ka patur shumë shkrepje të aparatit gjatë kësaj periudhe në një qasje disi të veçantë. Ka pas, edhe kjo është interesant sepse javët e parë ishin ato javët e njohjes. Po, natyrisht është. Edhe po intensivohet këtë javën e fundit, edhe është me siguri që do të ketë edhe ditë që vinë, deri ditët e fundit kam përshtypjen, po ka pas. Po, ndërkohë që le ta kalojmë mikrofonin tek një tjetër pjesëmarrëse e quajtur Erdiola, përshëndetje. Erdiola, ti vjen Unë jam lindur në Elbasan, po kam shumë kohë në Itali. Si ki përjetuar këto ditë në këtë masterclass?
Kanë qenë ditë të mrekullueshme, jam gjetur vërtet mirë edhe kisha shumë kohë se nuk kthehesha në Shqipëri. Edhe të jetoja kaq gjatë në Shqipëri ishte vërtet e pazakonshme. Edhe po ka qenë vërtet deri tani një eksperiencë pa diskutim me shumë pasuri njerëzor, po edhe me takime, edhe me shkëmbime shumë interesante. Patjetër që përveç tematikave të pasura që janë në fokusin tënd, ka diçka të shtuar në portretin, në fotografin peizazh, nuk e di, apo në një këndvështrim tjetër. Po sigurisht peizazhi, më shumë peizazhet urban, kur figura e personave ka më falni, ka ndijet prezenca e njeriut edhe mbi peizazh. Pra ajo është ajo gjë që më intereson më shumë. Është shumë e bukur, ndërkohë që një tjetër pjesëmarrëse është Abi, po. Përshëndetje Abi, Abi jeton në... Unë jetoj në Berlin dhe merrem me fotografi prej shumë vitesh, po jam e fokusuar vetëm fotografi, ka vetëm 2 vite, edhe krejt puna ime është e bazuar në Berlin në fakt. Sikurse unë kam vizituar edhe më herët Art House 1 edhe Art House 2, kur e kam pa open call, e kam pa si mundësi shumë të mirë për të kthyer në Shqipëri edhe për të prezantuar punën time dhe për të ndarë këta. Çfarë elementesh të rinj mori puna juaj gjatë kësaj periudhe, ose më tepër çfarë hyn në portofolin tuaj të profesionistit? Nuk jam e sigurt, kam marrë elemente të ri, po di të them që jam shumë herë më e qartë në lidhje me punën time, pas gjitha diskutimeve dhe kritikave që kam marrë prej. Është një tjetër pjesëmarrës, emri është Përshëndetje, Elton, ti vjen nga... Vjen nga Vlora, po jetoj për shumë vite në Rom. Po. Qasja juaj në këtë masterclass, pozicioni juaj, ndjeshmëritë që ke shtuar në... E para punës është kënaqësi, ishte një kënaqësi kur u seleksionohen të kjo për pjesëmarrjen e Arthouse. Arthouse është me të vërtet një eksperiencë jo vetëm mësuese, se thuhet Arthouse School, po edhe një eksperiencë shpëndarëse e eksperiencë dhe marrje të eksperiencëve. Dhe kjo është nga gjërat më të bukura që mund të më ndodhte, se është edhe një eksperiencë që vazhdon edhe për 1 muaj, kështu që nuk ndahen vetëm përshtypjet tona për fotografinë, por ndahen edhe marrëdhënie njerëzore, është një eksperiencë. Vlora, Elton, vendi juaj lindjes është një qytet me natyrë të mrekullueshme. Po ashtu Roma, një qytet me vlera të mëdha kulturore. Kësaj shtohet në këndvështrimin Shkodra jon që më mrekullon. Ka thënë një njeri i jashtëzakonshëm siç ishte Edith Durham. Si e ndjet ju këtë në fokusin tuaj të fotografit? Më falë se po qesin në kuptimin se mua këto bukuri kartolinash pak a shumë për fotografi që bëj nuk më pëlqejnë. Më pëlqen më shumë ato kartolinat e njerëzve ku dalin psikologjia, realitetet, psikologjia të flasësh në një fotografi se të tregosh realitete. Edhe fakti është që kam punuar, kam bërë disa eksperiencë në Shqipëri, po fakti është gjithë këto vite unë kam dalë gjithmonë në Shkodër. Më thënë vendosja që një javë të kaloje në Shkodër. Shkodra për mua është një nga qytetet ku ka disa energji të mira, rinore, artistike, që po lëvizin, që mund t'jenë një lloj si me Tiranën, gati, ose me Korçën, nuk e di, po është një nga qytetet ku këto lëvizje janë më të ndjeshme. Ndoshta i ke fokusuar në tipologjitë e portreteve tuaja? Edhe mundet që parë tham,
ku është vetëm një çast apo është një proces. Çasti është për ata që e lexojnë, për ata që u arrin fotografia, normalisht edhe për ne. Po është më e rëndësishme për mua, është procesi. Procesi që shatosh teoretik që është një kërkim e pare punës edhe për veten tënde. Po është edhe një eksperiencë njerëzore për të arritur edhe te tema e Art House School këtë vit që të çon për te imazhit, të çon në një rritje personale, të paktën se të vë në kontakt me të paktën për fotografinë që bëj me njerëzit me realitetet. Me fotografinë ke një periudhë relativisht kam disa vite, kam 10 vjet që merrem me fotografi. Kam bërë disa puna ime fokusohet më shumë te dokumentaristja. Po jam edhe te reportazhi autorial. Puna ime fundit është lidhur me një qytet në Shqipëri që quhet Bulqiz, ka dalë edhe libër. Dhe kjo do t'jetë, por me qenë se ne mësuam që gjithë kjo eksperiencë do të përfshihet më pas në mos gaboj në muajin nëntor me një ekspozitë. Patjetër që ju po mblidhni atë nektarin e bukurive apo të frymëzimit tuaj. Po kërkojmë, jeni në kërkime se si. Tani do t'ju jap mikrofonin një shkodrani që jeton edhe ky larg Shkodrës, ka vite, emri është Marlini Dedaj. Marlin Dedaj. Përshëndetje Marlin, besoj se ke ndjeshmëritë tuaja, apo jo? Unë s'di me fol mirë shqip se kam shku për Shqipëni në Itali në koha 4 vjeç. 4 vjeç edhe s'kam bërë kretë shkollë. Nuk i bë krejt, po gjuhën e flet shumë bukur. Ja. Kam mësu në shtëpi. Është merit e prindërve tuaj, natyrisht. Çfarë i ka shtuar artit tënd, fotografisë, ndjeshmërisë artistike, kjo periudhë prej 3-4 javësh këtu në Shkodër? Dialogimi është i para gjatë që më vjen mend. Se konfrontar si përballet me njerëzit tjerë, edhe me eksperiencit që kanë bërë Eltoni, Oresti, Oleko, o edhe Xefi ton. Vetëm me diskutu këtë tin një tjetër gjë në kokë. Edhe si me si ti shkon me njerëz që ki me thonë, që ki me menu kur para me fotografu. Fotograf nuk mund të jetë rastësisht. Fotograf do të thotë të jesh artist. Fotograf do të thotë të hysh në dialog me një realitet të prekshëm dhe që aty, pavarësisht se ti nuk del, je patjetër aty. Ke firmën tënde, ke fytyrën tënde, për ndryshe nuk do të ketë individualitete, apo ja? Ke hapur do një ekspozitë, apo mendon përveç ekspozitës në nëntor? Po se di këti, unë kur punoj vetem, edhe për projekti vetem, edhe është kretë interesant i tash me menu, me ba një gjë kretë kolektiv me tanë. Edhe si vetë fotografie Bips, me fotografie jeme, me fotografie tonë, me Eriol, është kretë interesant, se kena tonë një vizion të ndryshëm, po me imren të tonë vizion një grupi që kena jetu bashkë, është një gjë shumë interesant, edhe për me. Kënaqësi shumë e madhe. Ndërkohë që le të drejtojmë mikrofonin tek një tjetër pjesëmarrës, edhe një herë emrin sepse Bib Froka. Edhe një herë? Bib Froka. Po, ju vini nga Lezhë. Po. Kam studiuar në Shkodër për një 7 vjet, pastaj 2 vite në Tiranë për piktur grafik me profesor Zefin, dhe është një kënaqësi që kthehem pas kaq vitesh, kthehem prapë në Shkodër dhe mundem me pa në gjitha dimensionet e saj artistike, por edhe sociale, duke
parë që jemi bashku shumë, kam shumë kolegë për krah dhe mundemi me shkëmby eksperiencat ndryshme në lidhje me artin. Edhe kjo është shumë interesante. Përtej takimeve që kemi pas edhe jetëve të vona që kemi kalu. Natyrisht. Ka një vlerë artistike, por edhe shumë sociale, ndërvepruese patjetër, mes artistëve. Edhe duke pi diçka më shumë, po edhe duke diskutuar. Gjithmonë lidhe. Lezhë një qytet afër Shkodrës, por me karakteristika të veçanta, që lidhet me natyrën, me psikologjinë, me njerëzit, me të folmen, që mund ta shprehni edhe nëpërmjet fotove. Është diçka e bukur të kapësh pozicionin, diçka e bukur të kapësh individualitetin e njerëzve. Besoj se ky takim është interesant për ju. Patjetër, siç e thash edhe më përpara, prurjet janë ndryshme dhe ne mundemi shumë lehtë me mësu për njëri tjetrit edhe me pa edhe punën tonë më objektivisht. Ndërkohë një vajzë tjetër është pjesëmarrëse, quhet Eriola Zhuka, përshëndetje. Përshëndetje Eriol, e veçanta juaj si erdhët dhe a po plotësohen pritshmëritë tuaja? Edhe unë kam shkuar shumë e vogël në Itali edhe me Shqipen janë kam shumë mirë. Edhe nuk e kuptova fjalën e fundit të pyetjes. Pra pritshmëritë tuaja janë duke realizuar ajo çfarë ju pritnit nga aspektativa. Po, sigurisht janë të gjitha eksperienca që çdo ditë ju e aplikoni vazhdimisht fotografinë, apo për ju është një hobi dhe një pjesë mjeshtrore e individualitetit tuaj artistik? Unë kam bërë studime të tjera për herë në botën e artit, në Liceo Artistico, Akademia Arti, por arti multimediali, piktur, edhe kam bërë vetëm një vit master fotografie në Itali, edhe mendoj se kjo është mezzo, si thuhet, mjeti që më në fund... Po, ndërkohë, do desha të dija ato tematika që të kanë bërë përshtypje, që i ke fokusuar, apo mendon ti fokusosh dhe ti paraqesh në ekspozitën e përbashkët që ju do të realizoni në nëntor? Çfarë temash të kanë bërë përshtypje? Ose këndësh artistike ke vënë në re? Tema, unë mendoj se do vazhdoj me atë që kam filluar deri tani, edhe që shoh për ditë, që përjetoj, që mundohem edhe të shoh për si thuhet. Pra është një ndjeshmëri, fotografia është një ndjeshmëri, është një art, është një shprehje. Eksperiencat e çdo ditë. Është një psikologji, është një thellësi. Nuk e di nëse kemi lënë, patjetër që kemi lënë shumë gjëra, dhe kjo do të jetë e plotësuar me artin tuaj, me çdo gjë që ju mendoni të paraqisni në punimet tuaja, duke marrë shkas nga ky masterclass që ju keni realizuar për gjatë kësaj kohe në Shkodër. Do dëshiroja t'ju falenderoj shumë. Do dëshiroja që ky rrugtimi juaj në këtë stacion që quhet Shkodër, në këtë institucion që quhet Art House School, të jetë një stacion i ndritur në ecurinë tuaj artistike dhe të kulmoj jo vetëm me një ekspozit që ju mendoni të hapni, por edhe përgjatë gjithë kohës suaj si artist. Merit faleminderis edhe i herë për pritjen, se në fakt me shumë gjenerozitet dje merita se folme, më thonë gjeti vendin edhe hapsinën për ta pritje. Patjetër që ka vend gjithmonë për artist, për njerëz që japin emër ditës së tyre, për njerëz që janë në Shkodër dhe mendojnë për Shkodrën, por edhe për tej saj.
Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Unë do të mbaj shënim emrat e artistëve tuaj në mënyrë që të ndjek artin tuaj, të ndjek ekspozitën, por dhe t'ju uroj nga thellësia e shpirtit vetëm suksese në ecurin tuaj. Faleminderit shumë që ishit sot në studio. Faleminderit dhe suksese gjithmonë. So many years we were friends. I keep awake, dreaming you're strong enough to understand. As long as you're so